çka i formon gurët në veshka edhe çka është uretrocistoskopia? Gurët në veshkë, patologjia e gurëve në veshkë është edhe shumë e shpeshtë. Për arsye se urina është nën produkt e produkteve përfundimtare të metabolizmit, ku bëhet filtrimi i gjakut përmes deri në 1200 litra gjak. Për 24 orë qarkullojnë nëpër veshka. Për të 1 litër e gjysmë deri 2 bëhet urinë, pjesa tjetër e gjakut kthehet. Një ndër faktorët e zhvillimit të gurëve në fshikës urinare mund të jenë, që përmendëm më herët, infeksionet urinare, pastaj anomalitë kongenitale, lindin njerëzit me veshkë, hidronefroz, ngushtimi i kanalit, aty te qafa pjellureterike, ku i themi ne. Pastaj çrregullimet endokrine, diabeti, një ndër ta është obeziteti, pasiviteti, domethënë mos lëvishmëria mjaftueshme e personit. Këto janë faktorë të cilat pastaj vjen deri te zhvillimi i nefrolitiozës, ndryshe quhet, apo e gurëve në veshkë. Për pyetja tjetër për uretrocistoskopia. Si trajtohen edhe çka është uretrocistoskopia? Si trajton gurt? Gurt në trakt urinar komplet, duke filluar nga veshka, ureteri, fshikës urinare, edhe në uretër. Siç u thash më herët, ekzistojnë tash teknologji mjaft e përsosur. Metodat klasike janë perëndim e sipër, sidomos edhe tani në klinikë, po jemi ende në kërkim të disa mjeteve, për shembull nefrolitolapaksia perkutane quhet, është bëhet që një shpim direkt në veshkë dhe përmes atij gypit me litotriptor, laseri kthehet guri dhe tërhiqet, domethënë ajo është edhe për pacientin më pak traumatike, edhe për shoqërinë më pak e kushtueshme, sepse pacienti sot mund të intervenojë, nesër shkon në shtëpi. Me metodën klasike, pacienti ka një javë dhe ditë me ndetë në klinikë, aty është domethënë edhe kushtueshme, duke filluar edhe nga klinika që bën ndonjën e medikamenteve, investime në ndonjën e medikamenteve, qëndrimi i pacientit, ardha familjarëve me vizitu, ato janë krejt kushtueshme për shoqërinë. Ta zhvillimi i laserit, aparati për thymin e gurëve, për shembull, SVL që quhet, rrirësi është një ndër aparatet tash më të reja, të cilët shkohet përmes kanalit urinar, një fibër, një shumë e hollë, deporton deri te guri, edhe më pak e traumatizon veshkën, edhe vjen deri te malet deri te thyrja e gurëve. Prandaj derisa teknologjia ka arritur në gjithçka, njerëzit po shkojnë edhe në Mars, po detyrohen, po mujnë, po planifikohet me shku, pse mos ta thëjmë edhe në një guri në trakt urinar, me metodë ma pak invazive për pacientin, edhe ma pak e kushtueshme. Po për uretrocistoskopin? Uretrocistoskopia është një aparatur që bën ulëmtimin e traktit urinar, është një gyp i cili ka dritën e vet, lidhet me monitor, edhe përmes saj mund ta shohim komplet, duke filluar nga uretra, hyjet në fshikës, kemi edhe ureteroskopinë, që deportojmë edhe deri në veshkë me skopi, po te pyetja juaj te uretrocistoskopia është domethënë eksplorim i uretrës, uretrën të meshkujt, uretrën prostatike dhe prostatën e shumë i prej brenda, edhe patologjitë e ndryshme që formojnë fshikës urinare, duke filluar nga ato cistitet akute, kronike, tumoret, gurt, anomalitë e ndryshme, pastaj edhe divertikujt këto, si xhepa që krijohen te fshikëza urinare për shkak infeksioneve të gjata. Është një metodë e artë e cila na lehtëson diagnostifikimin, po edhe shërimin e pacientit. Doktora, flasim pak për LUTS, çka është kjo?
Kjo është long urinary tract syndrom, shumica pacientëve, sidomos të moshave të reja, vujnë. Kjo është me një etiologji të panjohur ende, aty ndikojnë na ju lumtojmë uretritet, infeksionet e ndryshme, anomalitë e ndryshme, po zakonisht shumica pacientëve me lutës nuk janë të kënaqur, ndrojnë besa edhe doktorat, edhe qendrat e humbin besimin vetveten, dikur prap kthehen fjalët e tona se, domethënë, i trajtojmë infeksionet, i trajtojmë gjithçka që është patologjike, të një numër i madh mbeten pa kënaqur, thotë jo, i dyshimi as tepër sa që unë kam ndonjë smundje të rëndë, kam të kanceres, diçka. Sidomos për vojën tonë, time personalisht për jo flas. Gjithmonë mundona mi spjegu, kur i eliminoj faktorë infektive, obstruktive këtu. Nëse prap ka ankesa, atër i thëmë, mëso me këto se në rrezik nuk i kurço. Do thonë është një smundje që nuk rrezikon kurço. Nuk rrezikon kur gjë, por trajtohet, menaxhohet. Po sigurisht se po. Po. Tash dy vini një bashkëpunim shumë i mirë mes mjekut, pacientit dhe mjekut. Po. Sa është e rëndësishme infrastruktura në shëndetin publik, juve që përmendet me upajis, me pajisjet e reja, urologjike, po çfarë këshilla e rekomandoni ju? Shikoni, infrastruktura krahas përgatitjes profesionale të mjekëve, infrastruktura është dhe qelësi i suksesit me pas, sidomos ne që mime me kirurgji, se kemi ndërhyj direkt në trup të njerëzit. Ne kemi pas shumica një numër i madh i urologëve, jemi konë për trajtimen jashtë shtetit. Personalisht 2008 kam qenë në Gjermani. Atëherë, na kemi pas litotriptorin pneumatik, po laserik, të drejtën e lakmojsha edhe pikurresis pa ta pyet sa kushton. Edhe sot litotriptor, si thënë gurt, aparato është sond, as nuk lëviz, as nuk vibron, rreth 80.000 euro ka kushtu në atë kohë. Po për shtetin, çka janë 80.000 euro me investu, sepse kushdo qoftë, prej qytetarit ma thjesht, deri te kryetari, kryeministri, nëse mund të bim qatë qendër, se mos me investu. Çka janë 80.000 euro, me marrë veç për një mjetë, se kuptohet që tash, unë për urologji po flas, unë në tarë më planifikoj ndoshta edhe robotin, gjeneratat e reja me punu që na ende nuk është ajo, por për shteti nuk janë investime shumë mëdha, prandaj duhet të investohet, sepse sado që ekzistojnë klinika private, kur mundet me pas këto spitale private, pse mos ta kemi ne, sepse do të jenë shërbim tonë. Kështu që kisha bo apel edhe institucioneve tona, me thonë ma investu aty sepse ajo është për të mirën tonë, për neve, për gjeneratat që vinë, edhe që pas parasysh numrin e rasteve që është ka patologji shumë, se ju thash gurt në trakt urinar e zojnë vendin e tretë e patologjive. Ja tash çdo i dyti, treti pacient kur ankohen për i gurve, pse mos ta trajtojnë.